Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Business Plus. Sonte do të flasim për një zhvillim që ndikon drejt për drejt në ekonominë dhe përditshmërinë tonë, rritja e çmimeve të derivateve të naftës dhe ndikimi i saj në inflacion. Sa ndikon në rritje e çmimit të naftës në rritjen e përgjithshme të çmimeve? Është kjo arsyeja kryesore që në periudhën e ardhshme do të kemi rritje të inflacionit apo ka dhe faktorë të tjerë që do të shtyjnë ekonominë drejt shtrëngtimit? Dhe mbi të gjitha, çfarë do të thotë kjo për konsumatorët dhe bizneset në periudhën në vijim? Për këto dhe shumë çështje të tjera do të diskutojmë në minutat në vazhdim. Qëndroni me ne. Shtrëngtimi i jetesës dhe ngadalësimi i rritjes ekonomike në vitin 2026 tregon raporti i fundit për Maqedoninë e Veriut i realizuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. FMN pret që rritja ekonomike në vitin 2026 të ngadalësohet në 3.1% nga 3.5% vitin e kaluar, ndërsa inflacioni pritet të rritet sërish në rreth 4.5%. Kjo vjen vetëm një muaj pasi statistikat zyrtare treguan inflacion vjetor prej 2.9% në shkurt, që sinjalizon se presioni mbi çmimet po rikthehet më shpejt se sa parashikon autoritetet. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, arsyeja kryesore është goditja e re energjetike lidhur me tensionet në lindjen e mesme, rritja e çmimeve të naftës dhe kostot më të larta të importit. Për një ekonomi si ajo e Maqedonisë së Veriut, këto zhvillime reflektojnë shpejt në çmimet e karburanteve, transportit, ushqimit dhe faturave për qytetarët. Ndërkohë rritja e kostos së jetesës tashmë po ndihet, sipas të dhënave të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, shporta sindikale në 3 muajt e parë të vitit 2026 është rritur për 2.326 denar. Vetëm në mars, një familje me 4 antar janë nevojitur 67.818 denar për të mbuluar shpenzimet bazë të jetesës, ose 436 denar më shumë se në shkurt. Këto të dhëna tregojnë se pavarësisht rritjes ekonomike të moderuar, presioni mbi standardin e jetesës po vazhdon të rritet, ndërsa rreziku për një val të re shtrejtimesh mbetet i pranishëm gjatë vitit. Çmimet e produkteve ushqimore mund të shënojnë në rritje të lehtë prej rreth 5 deri në 6%, por nuk pritet rritje drastike, deklaron për Business Plus afarisi Xhemail Dauti. Ai thekson se shumica e produkteve furnizohen nga rajoni ku kostot e transportit janë më të ulta, ndërsa kompanitë do të përpiqen të ruajnë çmimet duke sakrifikuar një pjesë të fitimit. Sa i përket furnizimit, Dauti vlerëson se nuk ka pengesa dhe nuk pritet ndërprerje, pasi zinxhiri i furnizimit është i shtrirë në disa kontinente dhe situata mbetet stabile. Ai gjithashtu apeloi që institucionet të ndërmarrin masa për stabilizimin e tregut, përfshirë uljen e tatimeve për produktet bazë dhe liberalizimin e importit me qëllim mbrojtjen e standardit të qytetarëve. Po është normal se rritja e çmimit të energjisë reflekton rritjen e gjitha çmimeve produkteve, po sidomos të kosto e transportit, duke pas parasysh se lande e parë kryesore të transporti është nafta, e cila normalisht ka një rritje prej diku 30% të çmimeve të transportit. Sa i përket çmimet e produkteve, duke pas parasysh se ne jemi tregtar dhe ai transporti në çmimin e përgjithshëm ka një vlerë më të vogël, nuk ka një lëvizje të ne barëm nuk i kemi lëviz çmimet, për momentin mundohemi të mbajmë në sozat që kanë deri tash, po ka paralajmërime nga furnizuesi që do të ketë lëvizje dhe rritje të çmimeve, duke pas parasysh se ato landet e para transportohen me kosto të transportit më të ngarkuar që do të reflektohet edhe në çmimin e produkteve. Ne jemi importues nga shumë vende të botës, jemi edhe distributor të prodhuesve të ndrenjshëm, po partnerët kanë paralajmëruar se do të ketë lëvizje të çmimeve
po jo rëvizje drastike. Të ketë diku 5-6% rritje dhe çmimeve. Ne në kalkulimet tona do të mundohemi të mbajmë në nivelin e rentabilitetit, nësisht pjesërisht fitimit tonë të flijojmë që mos i rrisin çmimet derisa do të mundemi ta bëjmë këtë. Kështu që do një rritje drastike çmimeve të produkteve ne që i distribuojmë, them. Nuk besoj që do të ketë. Sa i përket pjesës zinxhirit furnizimeve, do të marrësh parasysh se edhe ne kemi produkte që importojmë nga vendet e oqeanike dhe për momentin nuk kemi pengesa në furnizimin e produkteve dhe besoj se edhe në periudhën e ardhshme nuk do të kemi pengesa në furnizimin në sasitë që i kemi planifikuar që t'i liferojmë në treg. Them për kompaninë tonë, po besoj që edhe për të tjerët nuk ka ndonjë paralajmëri të bllokadave o ndërprerjes së furnizimit. Produktet në të cilat transporti ka peshë më të madhe në kosto më të lartë në çmimin, në kalkulimin e çmimit produktit, të janë transportet e mallrave produkteve që janë me pesha më të rënda. Produktet elementare, po ne duke pas parasysh që këto produkte që janë ushqimore janë në regionin mas afërti dhe vlera e transportit në çmim është më e ulët. Shikmisht nuk e njësoj të paguhet transport qumshit nga Bosna për në Maqedoninë e Veriut, ose të transportohet për në një vendit të furnizohet për në një vendit të oqeaniku çmim, vlera e transportit e ngarkon ose nga Evropa të themi që kështu që mbas çmimet do të lëvizin te artikuj që kanë vlerë në njësi matëse më të ullët ose në një krahasim nëse bëhet. Në çmimi mund të lëvizet të qumshi, po nuk mund të lëvizet të kashkavalli ose të djathi. Për shkak se transporti në çmimin e atij artikulli është në përqindje më të vogël. Këto janë ato që ku do të ketë ndikim. Ajo që do të them është që sido që tjetë, ne si kompani i kemi marrë masat paraprake që t'jemi në vijën e rentabilitetit duke marrë në kurristonin edhe një pjesë të argjimeve që reflektohen të pjesa e transportit. Është ana tjetër se qeveria dhe politika do t'je si qelë dhe t'jenë njërë është me rëndësi t'jemi të furnizuar me derivate, ajo që do të kish bloku limitimi i sasive, t'jemi të furnizuar edhe mundësisht të lirohen derivatet edhe produkte, sidomos produktet ushqimore ku tangojnë standardin e popullatës, duhet të lirohen komplet nga ngarkesat doganore, akcizat, tatimet. Ka një pjesë të tatimeve që ngu para 2 vjetë dhe 3 vjetë do të rikthejnë para në artikuit bazë thejnë nga 10 në 5%. Pjesa e artikujve të produkteve të qumshit edhe të artikujve ushqimor që nga 2012 Maqedonia nuk ka zvoglu tarifa doganore, një pjesë kanë edhe akciza, të dogana dhe prelevmane, një pjesë shkojnë me kontingjente në momentin ku ka mungesë në treg, nuk ja vlen kufizimi i kontingjenteve, duhet të jetë furnizimi i lirë, që konsumatori të mund të zgjedhë në kualitet edhe në çmim me një konkurrencë të mirëfillt. Këto janë masat që duhet të marrë, janë të kontraproduktive, masat që merr të qeveri tjera edhe pjesërisht kjo qeveri, që u binë se ishte kontraproduktive, masat që i merrte në limitimin e çmimeve apo limitimin e marzhave të
ajo ishte kontraproduktive, nuk ka efekte. Efektet më të mirëfillta janë lirimi i lirë i importit, duke mbajtur llogari në kontrollën e kualitetit të produktit, sidomos ushqimore, por edhe të produkteve tjera konsumi gjerë, edhe lirimi nga ngarkesat doganore, tatimore dhe ngarkesa edhe jo tarifore që në jetën e përditshme ne jasim së. Kompanitë tona kanë kapacitetin e limituar të stoqeve që mund të mbajnë, është fizikisht po edhe financiarisht. Tregu jonë është treg komplet i varur prej regionit dhe edhe më gjerë. Dhe ne është e pamundur mos reflektohen në të rrethana, sado që të jemi të përgatitur të mbarë stoqe produktive, do të gjendet zgjidhje si çdo situatë palakunshme që ka qenë më përpara, të gjendet zgjidhje, nuk ka nevojë të kenë stoqe as nëpër shtëpi, as nëpër depo. Për momentin vlerësimet tona janë duke pas parasysh se jemi të shtrirë në gjitha kontinentet nga furnizim. Nuk ka sinjale që mund të ketë pengesa të lëvizjes madhe. Do të thonë, furnizimi do të jetë normal dhe besoj se do të jetë normal. Edhe në të ardhmen, që nuk ka nevojë që të ketë stoqe jashtë asaj që kanë kapacitet vetë kompani. Dhe nuk do të jetë edhe e arsyeshme, duke mbas parasysh se do të duhet mbajt llogarinë edhe në finansimin, në kostën që duhet paguash në stoqet edhe kështu me radhë, nuk ka nevojë të lidhësh shujve për ato qëllime. Besoj se Maqedonia në sidomos 20 vjeçarin e fundit, mbas të standardeve që janë të parapamen për rezerva shtetërore, i plotson ato standarde dhe nuk jo vetëm produkte ushqimore, se ke produkte të energjeseve dhe produkte tjera që janë të nevojshme si rezerva shtetërore në situatat krizës dhe mbas të standardeve evropiane që janë edhe këto sasitë e sakta nuk e di edhe janë publike, po nuk i di, po nuk ka pas asnjëherë kontesta, po problem të një send rreth rezervave shtetërore. Dhe besoj se rezervat shtetërore asnjëherë edhe nuk janë përdorur të produktet ushqimore, po janë përdorur çdo për të rirje, rinovim të sasive, se Maqedonia i plotson ato standarde në kuadër të asaj që është e nevojshme në situata krize. Po nuk besoj se ne duhet të vim do të vim në si rrethanësh. Mbas të asaj, siç e njohim ne, kanalet e rrjedhjes së mallrave, se nuk është vetëm një kanal. Ka shumë kanale rrjedhëse që nuk do të ketë ngecje të rrjedhjes mallrave. Rritja e çmimeve të derivateve të naftës mund të ndikojnë në kostot e prodhimit bujqësor, megjithatë situata mbetet stabile dhe nuk ka vend për panik, deklaron për Business Plus zëvendës ministri i bujqësisë Albrim Hoxha. Ai thekson se janë zhvilluar takime me prodhuesit vendor, importuesit dhe shpërndarësit me qëllim koordinimin dhe shmangjen e rritjeve të padrejta të çmimeve. Hoxha shton se sektori bujqësor ka kapacitet për t'i përballuar këto zhvillime dhe se institucionet do të vazhdojnë të jenë në mbështetje të fermerëve për të ruajtur stabilitetin e tregut dhe konkurrentshmërinë e prodhimit vendor. Është e vërtetë se në pjesën e prodhimit bujqësor nafta paraqet një nga shtytësit kryesor të procesit dhe gjithë zhvillimit, të gjitha stadjet e zhvillimit të procesit bujqësor. Rritja e saj normalisht ndikon edhe në kostot e përditshme tek fermerët tanë dhe normalisht edhe mund ndikoj edhe tek çmimi dhe konkurrentshmëria në treg. Për këtë arsye ne si Ministri e Bujqësisë, Plotërisë dhe Ekonomisë së Ujrave, por edhe si qeveri jemi duke monitoruar me shumë vëmendje të veçantë ngjarjet, zhvillimet e fundit që ndodhin
në tregun global, me rritjen e çmimit naftës, sidomos pas fillimit të luftës në Iran. Kemi parapar se mund ndodhë një situatë e këtillë dhe menjëherë që në ditët e para në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës, me pjesëmarrje edhe të përfaqësuesve nga Ministria e Financave, Inspektorati i Tregut dhe institucione tjera relevante në këtë fushë, kemi parë një takim më të zgjeruar edhe me prodhuesit vendor, bujqësor, me importuesit, me shpërndarësit e këtyre prodhimeve, me qëllim për t'i paralajmëruar ato, për diskutuar hapur me ta edhe për problemet të cilet mund të shfaqen në këtë periudhë, me qëllim për të kërkuar mbi të gjitha një lloj bashkëpunimi që bashkë, si institucionet, si bizneset, si prodhuesit, ta përballojmë, t'i dalim përballë kësaj krize dhe të kalojmë sa më lehtë me qëllim që konsumatori, qytetari në fund të ditës të jetë më pak i ngarkuar në aspekt të çmimeve. Dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në takim, të cilët ishin të gatshëm, ashtu siç ka ndodhur para disa viteve në rastin e pandemisë, edhe me këtë krizë u shprehen të gatshëm për të ndihmuar dhe mos bëjnë atë, si ta them, konkurrencën e jo lojale apo atë rritjen e pandershme të çmimeve në treg në këtë fazë. Nga ana tjetër, si qeveri kemi si Ministri e Bujqësisë, kur jemi tek pjesa e naftës, neve në vitin e kaluar vetëm kemi ndarë rreth 500 milion denar kartela për naftë të gjelbër, të cilet përdoren nga fermerët në bujqësi për aktivitetet e përditshme të tyre. Kjo ka qenë një rritje 100% nga viti para prak 2024, gjithashtu do të ketë edhe gjatë këtij viti, dhe kjo ka pasur një efekt drejt për drejt në amortizimin e goditjes nga rritja e çmimeve të energjensit. Sipas dhënave të Agjencisë së pagesave, diku rreth 80% e fermerëve kanë shfrytzuar këto kartela dhe e kanë shfrytzuar, kanë blerë naftën, e kanë përdorur, një pjesë e tyre në bazë të dhënave nga tereni i kanë shfrytzuar, domethënë kartelat, kanë marrë naftën, por edhe nuk e kanë përdorur dhe po mund ta përdorin edhe tani në këtë kohë krize të rritjes çmimeve. Të gjitha këto janë tavolinë si mekanizma mbrojtëse për të mos u thelluar kriza. Rritja e çmimit naftës është një faktor që në mënyrë të natyrshme reflekton edhe në pjesën e kostave operative në bujqësi, sidomos në pjesën e mekanizmave apo edhe të transportit. Nga analizat tona, nëse vazhdon sipas situatës ku ndodhemi momentalisht, nuk pritet që të ketë ndonjë farë lloj ndikimi drejt për drejt në ata që thot konkurrueshmëria në treg. Besoj se do të jetë stabile, edhe po merren vazhdimisht, domethënë hapa për në drejtim të lehtësimit të bazës financiare. Pastaj e thash, domethënë jemi duke i vëzhguar bujqësia flas për sektorin ku un jam, është në një fazë konsolidimi të sektorit bujqësisë. Vazhdojmë me pagesat e rregullat të subvencioneve, kemi paguar një numër, domethënë goxha të madh të borxheve të prapambetura, vetëm vitin e kaluar kemi paguar mbi 9 miliard denar subvencione, pagesa direkte për fermerët. Vazhdojmë rregullisht edhe këtë vit, kemi bërë këto 3 muaj afër disa lloj pagesash, janë në fazë pagese lloje tjera pagesash për kategori ndryshme të fermerëve, dhe kjo është ajo që ne kemi prioritet për momentin, me qëllim që në këtë kohë kur po rriten çmimet
si pasojë asaj që dihet më luftës në Iran, të mos ua bëjmë edhe më të vështirë bujqëve, fermerëve tonë jetën apo aktivitetet e tyre të përditshme. Mundohemi të jemi sa më korrekt, sa më në plan, sa më të saktë në pagesa dhe besoj se jemi në rrugë të mirë për të konsoliduar edhe më tepër. Janë ato që ne i quajmë gjuetar të subvencioneve. Ka pasur shumë raste edhe të identifikuara në të kaluarën ku ka pasur fermer fiktiv të regjistruar, nuk e kanë punuar tokën apo vetëm janë regjistruar sa për të marrë subvencionet. Për këtë arsye ne në programet e këtij viti, programi për krahje financiare në bujqësi, programi për zhvillim rural, përgatitur për kriteret më të afërta e tjerë, disa lloj programe që i sjell Ministria e Bujqësisë për punë gjatë vitit. Kemi parë masa më rigoroze me qëllim që të subvencionet, pagesat, ndihma të fokusohet tek ai bujku fermeri i ndershëm, tek ai punëtori i tokës që punon me ndershmëri dhe jo tek të favorizohen gjuetarët e tyre. Ka pasur edhe reagime, po reagimet kanë qenë kryesisht nga pikërisht nga këto gjuetar subvencionesh. Në përgjithësi ne kemi pasur programe që kemi sjellë në bashkëpunim me shoqatet e bujqëve, vlektorëve, e kemi diskutuar edhe para, edhe pasi kemi sjellë programat, kemi pasur vërejtje, por në përgjithësi është përshëndetur programi për këtë vit. Normalisht kemi bërë edhe ndryshime të vogla edhe pas sjelljes së saj, besoj se edhe gjatë vitit ku do të shohim diçka që nuk shkon apo ndonjë defekt apo ndonjë mangësi të tyre në realizimin e programeve, do të kemi ndryshime dhe vitin e kaluar kemi bërë ndryshime deri në fund, edhe në fund vitit, sa i përket për shembull pagesave për kultivuesit, rritësit e baktive. Dhe e hoqëm për shembull për vitin 2025 kushtin për 30% për dorëzimin të qengjave në thertore, ndërsa për këtë vit e kemi avancuar ku e kemi kushtin që 30% e qengjave të dorëzohen në thertore, por për ata të cilët nuk mund ta kapin këtë kusht, kemi kushtin për dorëzimit të qumshtit 500 litra minimum në to qendrat e grumbullimit. Për momentin situata është deri diku stabile. Vlerësimi jonë është se pavarësisht sfidave të jashtme si luhatjet e çmimeve të energjisë, naftës e tjerë, përmes politikave aktive dhe të kujdesshme, sektori bujqësor konkretisht ka kapacitete që të përballojë këto zhvillime pa u cënuar ndjeshëm konkurrentshmëria në tre. Pastaj janë edhe sektore të tjera, institucione të tjera të cilët janë duke i vëzhguar, këto Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, që vazhdimisht sjellin masa të reja. Sot kemi për shembull seancë qeverisë që mund të ketë prapë diçka ndonjë masë konkrete për ta lehtësuar situatën momentale. Ajo që dua të them është nuk ka nevojë për panik, sepse fermerët, sidomos fermerët e ndershëm, kanë një krah të fortë institucionet kompetente, Ministrinë e Bujqësisë dhe institucionet nën Ministrinë e Bujqësisë. Ato le të vazhdojnë të punojnë ashtu siç punojnë me ndershmëri, të mos dorëzohen, edhe ne do ta bëjmë punën tonë, përpiqemi të jemi, siç e thash, më të përpikt, do të jemi në krah, të mos dorëzohen. Të vazhdojnë punën sepse nuk besoj se do të zgjasë për shumë kohë. Profesorët Vancho Uzunov, Borçe Trenovski dhe akademiku Taki Fiti paralajmërojnë se ekonomia e Maqedonisë së Veriut përballet me rrezik serioz nga rritja e çmimeve të derivateve të naftës. Sipas tyre, masat e qeverisë janë të pamjaftueshme, ndërsa rritja e çmimeve të derivateve tashmë po ndikon në të gjitha mallrat dhe shërbimet. Ata theksojnë se varësia e lartë nga importet e bëjnë vendin veçanërisht të ndjeshëm ndaj krizës, ndërsa hapësira fiskale është e kufizuar për shkak të borxhit publik.
Sipas tyre, reagimi i shpejtë dhe i targetuar është i domosdoshëm për të shmangur përkeësimin e situatës ekonomike dhe sociale në muajt e ardhshëm. Moje lično mišljenje дека je ovaj нафтен шок и оваа криза е многу посилна од она што беше во 2022 година. Ова не може да се спореди со она 73-74 првиот нафтен шок. Меѓутоа, сите анализи покажуваат дека потенцијалот на оваа последнава нафтена криза да ја зголеми инфлацијата е 3 пати поголем, повисок отколку онај во 1922 година. Американската централна банка Пауер рече дека нема да ја менуваме каматната стапка. Нема опасност од стагфлација. Оти најголемата опасност ако продолжи кризата е стагфлација. Тоа се она што јас го велам често пати, 3 зла на едно место. Да имате ниски или негативни стапки на движење на бруто домашниот производ, пропратени со релативно висока инфлација и со пораст на невработеност. Ако тоа се случи, а може да се случи ако потрае војната 5-6 месеци, тоа ќе биде катастрофа за светската економија и Македонија тука има поголема опасност затоа што во претходната енергетска криза имаше највисока стапка на инфлација во земјите во регионот. Нашата увозна зависност е многу голема, далеку понагласена отколку на други земји во регионот. Со увозот на инпути фактички ние на еден или друг начин ја увезуваме инфлацијата. Се очекува понатамошен пораст на цената на храната, бидејќи 1/3 од ѓубривата за поткранување на растенијата се тргуваат преку Персискиот залив, односно Мускиот теснец. Така да мислам дека е во право кога Нобеловецот Кругман општо веди владите како да не се свесни колку е голема опасноста. И ми се чини дека многу подобри ефекти може да се постигнат директно ако се намалат акцизите, бидејќи тоа директно влијае на цената. Исто така треба да се засили улогата, местото, значењето на антимонополската контрола и на инспекциите. Така да од тие причини има само некои проекции кои претпоставуваат дека доколку цената на нафтата надмине $120 и дојде веќе некаде над $150, $150, $160 за барел, во оваа ситуација вие ќе имате ефект некаде врз европската економија околу 1% поен врз нејзиниот раст. Во нашиот раст исто ефектот би бил некаде од 0,3 до 0,8, 0,9, па и до 1, значи сличен тука би бил раст на краток период. Се додека не се мултиплицира овој негативен ефект. Врз инфлацијата би бил нешто позначено за тоа што имаме ние врски поврзани со храната, со енергијата и така натаму, значи прилично сме сензитивни во оваа насока. Така да во овој момент се уште немаме значајни поместувања, гледате дека бранот се уште е на делот на енергенција и транспорт. Се уште немаме зголемување инфлационите очекувања значајно, меѓутоа ако продолжи кризата на среден период, тогаш веќе ќе биде ефектуиран и растот, затоа што нашите најголеми трговски партнери гледате се спремаат и имаат предвидувања дека имаат ефекти врз нивната економска активност. Како ќе ги направите инвестициите ако немате доволно фискални средства и буџетот е во специфична состојба, нема амортизери? Ако ги даде средствата за мерки на граѓаните и заштита на животниот стандард, ќе останат помалку за инвестиции во ограничени ресурси. Знаете дека долгот ни е околу 60%. Ние сме на граница, доколку треба да зголемиме средствата за да ги зголемиме инвестициите, ние ќе мораме да се задолжиме дополнително. Финансиските пазари се нестабилни, не знаеме каква ќе биде во догледен период каматната и цената на ново задолжување. Затоа мораме да бидеме исклучително внимателни и да не забораваме една работа. Одлично беше прашањето, треба да градиме отпорност и потенцијали за развој во иднина. Значи кога давате мерка во администрацијата или зголемувате плата, вие го комбинирате со рационализација и услови за подобра ефикасност на администрацијата. Кога давате на бизнисот мерка, вие го комбинирате со услови како бизнисот да стане поефикасен. 2008 и 2009 година гледате технолошкиот развој, производството на нафта од шкрилци, сите овие медицински напредоци беа условени од претседателот Обама тогаш со мерките кои ги даде како поддршка на дел од компании. Значи имаше развој поврзан со поддршка. Значи ние немаме луксус да имаме поддршка за која нема да бараме поврат од оној кој добива поддршката. Значи, мерката има два недостатоци што ја презема владата. Прво е недоволна и второ е закасната. Или прво е закасната, второ е недоволна. Закасната е затоа што ние веќе имаме огромно покачување на цената на дериватите, особено на дизелот, и тоа веќе има извршено влијание врз покачување на трошоците на сите стоки и услуги што се продаваат во Македонија, што значи следи инфлаторен бран неизбежно. Она што треба да го направи владата е да донесе мерки и да ги каже во јавноста јасно и гласно што понатаму ќе прави во однос на покачувањето и движењето на цената на нафтените деривати.
Идејата не се секирате, ние следиме и ќе направиме што треба, фактички создава хаос, а не го решава хаосот. Хаос се решава ако им кажеш на сите субјекти, тоа и тоа се мерките, однапред да знаете, по автоматизам ќе бидат вклучени ако дојде до таква ситуација. Треба мерката оваа што е земена и да се прошири, имено со оваа инфлација што имаме ние до сега, од почетокот на оваа година. И тоа што ќе следи неизбежно понатаму во годината, најранливите категории граѓани се веќе осиромашени, а и оние што доскоро не биле под линијата на сиромаштија, многу големи се изгледите да паднат во сиромаштија. Под линијата на сиромаштија во текот на оваа година и тоа до летото. Што значи влада ќе треба да преземе мерки со кои што ќе ги зголеми парите што ги трансферира до ранливите категории на граѓани. Не сите, значи селективни мерки. Не секому, не популистички на сите граѓани, што глада ги гледа како гласачи, а не како граѓани, туку на оние што се ранливи категории граѓани, нивниот животен стандард да се не може да се спаси, меѓутоа да не се уништи до тој степен. Shikues të nderuar, këto është edhe fundi i këtij emisioni. Juve ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.